energjia e datës 2 prill. Shikoni dhe videon që kam ngritur më parë për sot, për muajin prill, dhe më pas do t'ju them cila është mësimi i muajit prill. Dhe para se të themi për muajin prill, desha t'ju them dhe për muajin mars çfarë mësime duhet të kishit bërë. Është energjia e treshit, energjia e mbretëreshës, energjia e princeshës dhe të gjithë njerëzit, energjia e rilindjes kishin filluar të gjithë pa përjashtim të përqendrohemi tek vetja jonë, të fillojmë zhvillimi personal dhe këtu prap do të them dhe për agjentën magjike dhe për udhëzuesin e zhvillimit personal është një libër shumë i vogël dhe ta kesh me vete për ditë për të bërë ushtrimet tënde të mëngjesit, mund ta bësh rutinë këtë dhe të shikosh që si do ndryshojë jeta jote dhe ka shumë gjëra dhe informacione aty brenda dhe nuk dua ta zgjat videon shumë, mund ta porositni nga rafti magjik kudo që jeni në tërë botën, në rrjetet sociale dhe kush është në Tiranë dhe në Shqipëri, prap mund ta kërkojnë nga libraritë e ndryshme që t'ja sjellin. Dua të përqendrohem për mësimin që kishim për të bërë si gjini femërore, pa përjashtim të gjithë njerëzit në muajin mars. Neve duhet të kishim ndihmuar në radhë të parë veten tonë dhe do një person tjetër që të kërkonte ndihmë duhet t'ja kishim dhënë ndihmën tonë dhe në këtë muaj ne në qoftë se do kemi ne nevojë në muajin prill do na rikëthehet ta energjia që ne kemi dhënë, duhet të jemi të përqendruar në planet tona, ato që do të bësh për pranverën dhe që këtu e tutje, dhe të lirosh sëmundjet dhe varësitë. Dhe e vërteta është që muaji mars kam patur shumë njerëz që ishin varësi, nuk mund të kuptonin pse ju ndodhnin shumë gjëra, siç kam thënë edhe në video të tjera, dhe kush më njeh nga afër dhe kemi punuar në privat ose në grupe. Çdo gjë bëhet për një gjë. Mos rrini të shikoni pse më ndodh kjo dhe të jeni në ankesë dhe të kundërshtoni dhe të refuzoni atë që po ju jepet, sepse vitet dhe 2025 është një vit shumë i fortë dhe do mbyllen shumë karma që na janë krijuar nga vitet të tjera, nga paraardhësit, dhe sepse ne nuk jemi vetëm ky shpirt, nuk jemi vetëm ky trup, nuk jemi vetëm këta që dukemi në sipërfaqe që jemi, po ne jemi prindrit tanë, paraardhësit tanë, jemi vitet dhe jetët e kaluara. Ndaj puna me veten tonë do na ndihmojnë që ne të bëjmë hapa përpara dhe jeta jonë të ndryshojë. Prandaj kush nuk punovi në muajin mars, në muajin prill ka punën akoma më të madhe, po gjëja më e madhe është që muajin mars, muajin prill, shikojeni videon e mëparshme në çfarë energjie është pak a shumë, sepse dhe videot nuk mund t'i bëjmë shumë të mëdhaja, prandaj merrni pjesë në trajnimet falas që ju jepen, dhe sot kemi një trajnim falas, kërko linkun, po të them përsëri, që të mos ankohesh që nuk kam lek dhe nuk kam mundësi të punoj në privat ose në grupe me lek, se ke mundësi akoma dhe video që bëhen falas që ti të bësh një ndryshim. Fillo të bësh ushtrime të leta, fillo të jesh mirënjohës për gjërat që ke, fillo të shkruash çfarë të shqetëson, çfarë do të bësh ti të dalësh nga kjo gjendje dhe të shikosh që gjërat do të ndryshojnë. Bëj këto ushtrime për 21 ditë. Liro frikrat dhe prapë të them këtu, merr librin e simbolit të mrekullive që është për lirimin e frikrave. Janë gjëra që vetëm me 12 euro mund t'i marrësh dhe mund të lesh një kafe mangut, një diçka mangut që të arrish që të marrë. Gjithashtu mund të ysh në trajnimet falas në qoftë se nuk ke as ato 12 euro të marrësh një nga librat dhe të punosh. Unë po të them që kam mjete që të punosh. Dhe në qoftë se reziston ose kundërshton, refuzon çdo lloj ndihme, kjo prap është një mësim për ty.
Shiko pra në çdo gjendje që ti krijon, të shkrijuar në jetën tënde, çfarë mësimi fshihet mbrapa nga ajo gjë që ty të pasqyrohet. Mos fillo të ziresh dhe ti natosësh me të tjerët. Nuk po të them që mos i shprehësh emocionet e tua, sepse ato janë emocione, ne jemi njerëz, por puna është që merr pak kohë me veten tënde dhe shiko çfarë fshihet mbrapa këtij personi, mbrapa kësaj gjendje që mua më krijohet. Vetëm kjo do të të nxjerrë në dritë. Prandaj tani shikoni dhe çfarë mësime na jep muaji prill dhe po jap këto dhe shikoni dhe te Vila 24 sot që u dhan disa data që mund të ndihmojnë të paktën deri në datën 14 prill, sepse janë shumë të forta energji deri atëre që ti mund të bësh ndryshimin tënd. Muaji prill është një muaj i gjinisë maskullore dhe është një muaj me forcë të madhe. Çfarë duhet të punojmë dhe të kemi kujdes, në qoftë se juve ju pasqyrohen nga disa njerëz të kooperaci, për shembull, nuk japin gjëra në emocione dhe në para, sepse gjërat nuk janë vetëm në para, kooperacia nuk është në para. Atëherë ne duhet të punojmë me kooperacinë në muajin prill. Të punojmë me padurimin dhe mos kërko që gjithë shka të bëhet e shpejtë. Neve duhet të punojmë, të lirojmë të kaluarën dhe varësitë, dhe si që thash, nuk jemi vetëm ne, po jemi prindrit tanë dhe pararësit tanë, jemi jetë të kaluara. Duhet të mësojmë të falim ata që na lënduan në muajin prill. Do më thënë, do ndesheni me gjëra të tjera. Duhet të jemi mirënjohës, të durueshëm dhe këmbgulës për ato gjëra që duam të arrijmë në këtë jetë. Prandaj, në qoftë se nuk do që të ndeshesh me mësime të ndryshme dhe me problematika të ndryshme në muajin prill, atëre ki kujdes çfarë të pasqyrohet. Dhe po bëj thirrje për të gjithë meshkujt të respektojmë gjininë femërore. Dhe për të gjithë femrat, të respektojmë gjininë maskullore. Nuk mundet një femër sa do e fortë që t'jetë të bëhet mashkull, sepse shpirti zgjodhi të jetë femër në këtë jetë. Prandaj nuk na leverdis as meshkujve as femrave të jemi në kundërshtim. Ne mund të bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe të jemi në vendin e duhur, dhe nuk është më nevoja ne femrave të përkushtohemi nenave tona dhe baballarëve tonë, sepse këto do punojmë sot në Zoom, në falas që do bëjmë në trajnimin dhe gjëra të tjera. Prandaj, në je interesuar, kërko linkun falas që të bësh një hap për jetën tënde. Dhe në qoftë se nuk e bën, s'ka gjë, do vi jeta do të ta kërkojë që dhe ti të punosh me zhvillimin personal. Dhe kjo rrugë është një udhëtim që bëjmë çdo ditë një hap. Dhe mos kërko ti mbarosh, dhe atë po të thot dhe muaji prill, mos kërko dhe mos u bëj padurueshme që të arrijnë të gjitha gjërat shpejt. Edhe un kam qenë ashtu si ju dhe i donja gjërat dhe punonja ditë e natë vetëm sikur të lironja të barrën mbi kurriz. Çdo gjë bëhet për një gjë dhe mos e harro. Dhe çdo gjë në kohën e vet. E ka thënë dhe populli, i themi të gjithë bashkë, të gjitha fjalët që i kemi dëgjuar nuk janë ashtu thjesht. Prandaj përqendrohu tek vetja jote. Fillo të punosh me veten tënde dhe shkruaj në mëngjes ose në darkë çfarë dite kishe sot dhe si u ndjeve dhe çfarë ndryshimi do të bësh për nesër. Bëj këtë 21 ditë. Mbaj shënim mendimet e tua, shqetësimet e tua, emocionet e tua. Është një ushtrim shumë i lehtë, po shumë i fortë që ty do të sjelli në afrimitet, me veten tënde. Dhe do kuptosh që problemi nuk janë njerëzit e tjerë përballë, por problemi është brenda teje dhe nuk është fare problem, por është zgjidhja jote, sepse ti po hyn në zhvillimin personal. Dhe kohë dhe energjit janë të tilla. Prandaj puno me veten. Të dua shumë, të kesh një ditë të bukur dhe bëj një ecje
edhe si kur 5 minuta